Amnesty International ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të hiqë dorë nga praktika e transformimit të procedurave të azilit jashtë territorit të BE-s, duke ngritur shqetësime për respektimin e të drejtave të migrantëve dhe azil kërkuesve. Në një raport të fokusuar edhe te marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë, organizata kritikon skemën për përpunimin e përshpejtuar të kërkesave për azil dhe kthimin e personave që vijnë nga shtete të konsideruara të sigurta. Amnesty International, koncepti evropian i vendeve të sigurta rrezikon në vetvete të drejtën themelore, pasi mund të kufizojë aksesin e njerëzve të proceduar të azilit brenda territorit evropian. Organizata akuzon gjithashtu autoritetet italiane se janë mbështetur në praktika që synojnë shmangjen e kontrolleve gjyqësore përmes miratimit të disa dekreteve për të kapërcyer pengesat e vendosura nga gjykata. Në raport ngrihen shqetësime edhe për kushtet në qendrat e emigrantëve të ngritura në Shqipëri. Sipas Amnestyve, gjatë muajit prill dhe maj të vitit kaluar janë regjistruar në këto struktura të paktën 2 tentativa për vetvrasje, si dhe raste të tjera të vetdëmtimit. Megjithatë, Komisioni Evropian po ndjek një trajtim tjetër. Brukseli pritet të publikojë rekomandime të reja për politikat e azilit, ndërsa Komisioni Evropian për migracionin u ka bërë thirrje shteteve anëtare të përdorin më gjërësisht konceptin e vendeve të sigurta, në mënyrë që procedurat e azilit të mund të zhvillohen edhe jashtë BE-s. Brunner ka argumentuar se shtetet duhet të shqyrtojnë edhe përdorimin e vendeve të treta të sigurisë, duke hapur mundësinë që një azil kërkues të dërgohet në një shtet jashtë BE-s edhe nëse nuk ka pasur më parë lidhje me atë vend. Në qendër të debatit është edhe marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë me vlerë rreth 680 milionë euro dhe kozjatje 5 vjeçare. Sipas raportit, nga tetori 2024 deri në janar 2025, vetëm 74 persona u transferuan nga ujërat ndërkombëtare drejt Shqipërisë, ndërsa transferimet u ndërprem pas ndërhyrjes së gjykatave italiane. Për shkak të pengesave ligjore, Italia ndryshoi mënyrën e përdorimit të strukturave në qendër, në vend transferimit të personave të kapur në det për procedurat e azilit. Qendra nisi të përdorej për mbajtjen e migrantëve, kërkesa e të cilëve ishte refuzuar dhe do priste të bimin. Debati u përshkazua edhe pas vendimeve gjyqësore që vënë pikpyetje për caktimin e masës së caktuar të një shteti si të sigurt. Më pas, rregullat evropiane u ndryshuan për t'u dhënë shteteve anëtare më shumë hapësirë për të përcaktuar zona të sigurta brenda territoreve të vendeve të origjinës. Në listën e europianeve të vendeve të konsideruara të sigurta janë përfshirë dhe Shqipëria, Kosova, Bosnjë dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Moldavia, Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia, krahas vendeve si Bangladeshi, Kolumbia, Egjipti, India, Maroku dhe Tunizia. Ky përcaktim u mundson autoriteteve të përshpejtojnë shqyrtimin e kërkesave për azil nga shtetasit e këtyre vendeve. Amnesty International kundërshton zgjerimin e kësaj praktike, duke argumentuar se përcaktimi i një vendi të sigurt nuk mund të justifikojë automatikisht kthimin e një personi. Organizata thekson se azil kërkuesit duhet të kenë ende mundësi për mbrojtje gjyqësore dhe për shqyrtim individual të rrezikut që mund t'i kanoset në rast kthimi. Kritika e Amnesty vjen në një kohë kur BE-ja po përpiqet të forcojë politikat për parandalimin e migracionit të parregullt dhe për shpejtimin e kthimit të personave që nuk plotësojnë kushtet për azil.